Del video ja çfarë ndodhi midis Eglit dhe Gjestit kur ikën dritat në Suid, ndërkaq që edhe Valbona tregoi se njëjta gjë ka ndodhur edhe me Laertin. Ja për çfarë bëhet fjalë. Egli Taku i është drejtuar Danjës, me të cilën ka një shoqëri tepër të madhe pas rihyrjes, teksa ka treguar se si shkoi edhe darka me Gjestin, duke dhënë edhe një sekret që i kishte shpëtuar ndjekësve, teksa Egli tha: kur ikën një moment dritat dhe ky idioti ma bënte hajde të të puth pak se po mbaroj, i thash largohu palaço, je i pa ftyrë fare, e ke shitur ftyrën tate, vetëm qeshte të betohem, më tha të lutem vetëm më lejo të kaloj mirë me ty, më beso tha të them me gjithë shpirt që nuk jam ndjerë ndonjëherë më keq në jetën time, se sa kur nuk heqjen këtu, i tregoi ajo Danjës duke qeshur. Po si fansat, po ashtu edhe menaxherja rrjeteve sociale e kanë nxjerrë këtë video duke vërtetuar ngjarjen, e cila duket se ka qenë një tentim i Gjestit për ta puthur. E të njëjtën gjë rrethon edhe Valbona, se dhe Laerti ka kërkuar të putheshim në një cep të shtëpisë. Valbona Mhilli, e cila tashmë është eliminuar, në një intervistë të dhënë për më shumë sekrete rreth Big Brother VIP, tregoi se nuk ka pasur ndjenja për Laertin, por shtoi një moment të veçantë. Ka qenë Laerti i pari që ka bërë hapa dhe më pas të gjitha gjëja rrodhi dhe u gjendën përballë njëri tjetrit. Më pas vazhdoi si lojë, por avancoi, shkoi përtej lojës. Nuk kam gënjur në asnjë moment në shtëpinë e Big Brother VIP, më ka ftuar që të putheshim në një hapësirë që besonte se nuk ka kamera. I thash jo, pasi unë kam pasur ndjenja të sinqerta për Laertin dhe shumë të pastra. Duke ditur ai këtë gjë, ka luajtur, nuk mund të them që kam qenë marrëzisht e dashuruar. Ishte një tërheqje që kishte nisur mes nesh. Prandaj them se zhgënjimi më i madh në Big Brother për mua ishte Laerti Vasnili, teksa Valbona më shumë për situatën ku Laerti ka kërkuar puthje jashtë kamerave ka thënë: ishte në sauna, më tha që të shkojmë në sauna pasi në një kënd sipas tij nuk ishte kamera. Unë faktikisht i kisha parë kamerat, por nuk e di se cilën pjesë po mendonte Laerti pasi nuk pranova, u shpreh Valbona.